Dielli po perëndonte në horizont ndërsa Ebi dhe familja e saj ju afruan kapellës për t'u zhvilluar funeralin në nënës së saj, Mary. Atmosfera ishte e rëndë dhe heshtja thyej vetëm nga dënesat dhe lotët e të pranishmëve. Njerëz të veshur me të zeza ishin mbledhur për të treguar respekt për dhimbjen dhe pikëllimin e familjes. Një arkivol prej druri qëndronte në qendër të dhomës, i rrethuar nga qiri që përgdhelin ajrin me flakët e tyre të lehta. Ebi, e veshur me fustanin e saj të vogël të zi, ju afruan ngadalë arkivoli duke mbajtur dorën e hallës së saj Laurës. Zemra e saj rrihte me forcë dhe lotët e rridhnin pa ndërprer, ndërsa kuptonte se do t'i duhet i thoshte lamtumirën e fundit në nënës së saj. Duke parë atë për herë të fundit, voglushja pa qetësi në fytyrën e saj, sikur më në fund të ishte e lirë nga dhimbja që i kishte shoqëruar muajt e fundit. Gjatë shërbesës, miqt dhe të afërmit ndanin kujtime dhe histori për Merin. Voglushja ndëgjonte me vëmendje, duke buzëqeshur mes lotëve, ndërsa kujtonte momentet e lumtura që kishin kaluar së bashku. Ebi vetëm 10 vjeçe, po kalonte periudhën më të vështirë të jetës së saj. Ajo kishte humbur nënën e saj nga kanceri i gjirit, i cili pavarësisht përpjekjeve të shumta për trajtim në fund ja kishte marrë jetën. Jeta e Ebi gjithmonë kishte qenë e vështirë, pasi në këtë botë kishte qenë vetëm ajo dhe ama. Mary, një nën beqare dhe përkushtuar, gjithmonë ishte përpjekur të jepte vajzës së saj gjithçka që i nevojitej, edhe në ditët më të vështira. Ato kishin një lidhje të veçantë dhe ishin shoqe të ngushta. Tani, pas kësaj humbjeje, Ebi e dinte se jeta e saj do të bëjë edhe më e vështirë. Do të përballej me të panjohurën, pa praninë dhe mbështetjen e personit që i kishte mësuar gjithçka. Megjithatë, Ebi nuk do të ishte plotësisht vetëm në këtë rrugëtim. Vogëlushja shkoi të jetonte me hallën e saj, Laurën, motrën e Merit, e cila gjithmonë e kishte dashur mbesën e saj dhe e kishte ndihmuar të motrën sa herë që kishte mundësi. Laura nuk kishte fëmijët e saj dhe ishte e gatshme të merrte Ebin në shtëpinë e saj dhe të kujdesej për të, duke i dhënë gjithë dashurinë dhe përkujdesjen që i duhej në këtë kohë tragjike. Tezi e përqafoi voglushën nga supet, duke u përpjekur ta ngushëllonte dhe t'i jepte sa të pak forcë mbështetje. Siç pa ofroi përfundimi i shërbesës, njerëzit filluan t'i jepnin lamtumir Merit, duke vendosur lule dhe duke ofruar fjalën ngushëllimi për vajzën e saj dhe Laurën. Atëherë Ebi mori guximin dhe u ngrit në këmbë, duke mbajtur telefonin e nënës së saj në duart e saj të dridhura. Tezi e saj e pa me kujdes, duke kuptuar se çfarë vajza do të bënte. "A je sigurt, zemër?" e pyeti Laura me shqetësim për ndjenjën e mbesës së saj. Voglushja tundi kokën, duke përpjekur të mbante lotët. "Dua që ajo të di se do të jem gjithmonë me të, edhe pse nuk mund të flasim më", tha e vogla me zë që pothuajse i thyhej nga emocionet. Ajo u nis ngadalë drejt arkivolit duke ndjer peshën e secilit hap dhe një përzierje pikëllimi, frike dhe ankthi në zemrën e saj të vogël. E dinte që kjo do të ishte lamtumira e saj e fundit dhe dëshironte që ajo të kishte një kuptim të veçantë për të përjetësuar lidhjen që kishte pasur me nënën e saj. Duke vendosur me kujdes telefonin pranë saj, Ebi përshpëriti: "Mami, të dua shumë, të një pjesë e imja dhe do të jesh gjithmonë me mua. Dhe sa herë që të më merr malli, do të imagjinoj sikur je vetëm një telefonat larg meje." Ky send simbolizon lidhjen mes nënës dhe vajzës, e cila kishte qenë gjithmonë shumë e fortë, sidomos gjatë muajve të fundit kur spitali ishte mbyllur për shkak të COVID-19 dhe voglushja nuk mund ta vizitonte më nënën e saj. Telefoni celular ishte bërë mënyra e tyre e vetme e komunikimit. Ata shkëmbenin mesazhe, bënin videothirrje dhe ndanin momente të rëndësishme të përditshmërisë. Ky komunikim i vazhdueshëm kishte forcuar lidhjen mes tyre, duke i ndihmuar të kapërcenin barierën fizike që kishte krijuar izolimi i spitalit. Për Ebin, telefoni i Merit simbolizonte dashurinë e pakushtëzuar, miqësinë dhe mbështetjen që ajo gjithmonë kishte ndjerë nga shoqja e saj më e mirë. Prandaj, duke vendosur atë në arkivol, ajo në një farë mënyre e përjetësoi këtë lidhje dhe ruajti kujtimin e momenteve që kishin kaluar së bashku. Lotët i rritnin në faqe ndërsa u largua nga arkivoli. Laura ofrua dhe përqafoi fort, duke ndarë dhimbjen dhe pikëllimin që ndjente voglushja. Së bashku, ato do të përballishin me një të ardhme të pasigurt, duke mbajtur kujtimin e nënës dhe motrës së tyre të dashur gjithmonë në zemër. Netet e para në shtëpinë e tezës ishin të vështira për Ebin. Dhoma e saj e re ndjehi e huaj, e zbrazët dhe asgjë nuk mund të zavendësonte aromën e nënës së saj apo përqafimet e saj të ngrohta. Shpeshherë zgjohej në mes të natës, duke shtrënguar batanien dhe duke dëshiruar me gjithë shpirt të ndëgjonte përsëri zërin e saj. Një natë ndërsa shtrihej në shtrat duke vështruar telefonin e saj të vogël, ajo vendosi të shfletonte mesazhet e fundit që kishte shkëmbyer me nënën.
teksa lexonte fjalët e saj të ngrohta, një ndjesi e thellë mallëngjimi e pushtoi. Një mesazh i veçantë i kapi vëmendjen. Mos haro kur, zemra ime, që unë do të jem gjithmonë me ty, edhe kur nuk mund të përgjigjem, do të jem gjithmonë në zemrën tënde. Ebi ndjeu një ngrohtësi të lehtë në krahëror, sikur nëna e saj të ishte ende aty me të. Në ditët që pasuan, Laura u përpoq të ndihmonte voglushen të përshtatej me jetën e re. Ajo e regjistroi në një shkollë të re dhe i bleu një blog vizatimi, duke i ditur se Ebi adhuronte artin. Kur të ndihesh e trishtuar, i tha ajo me një buzëqeshje të ngrohtë, vizato gjithçka që ndjen. Për muaj me radhë Ebi nisi të përdorte vizatimin si një mënyrë për të shprehur dhimbjen dhe kujtimet e saj. Çdo faqe e fletorës mbushej me skica të vogla, një nën që mbante dorën e vajzës së saj, një zemër me emrin Mami, brenda dhe një telefon që ndriçonte në errësirë. Një mbrëmje teksa po vizatonte në dhomën e saj, një ndjenjë e çuditshme e përshkoi. Ajo ndjeu një nevojë të pashpjegueshme për të marrë telefonin e saj dhe të dërgonte një mesazh. Ebi e dinte që numri i nënës së saj nuk ishte më aktiv, por diçka brenda saj e shtiu të shkruante: Mami, më mungon shumë. Do të doja të mund të flisnim. Me zemrën që i rrihte fort, ajo dërgoi mesazhin, edhe pse e dinte se nuk do të merrte kurrë përgjigje. Por vetëm disa sekonda më vonë, ekrani i telefonit së saj ndriçoi. Një mesazh i ri ishte shfaqur në ekran dhe Ebi ndjeu një tridhje të ftohtë që i përshkoi shtyllën kurrizore. Mesazhi ishte nga numri i nënës së saj. Unë jam gjithmonë me ty e vogla ime. Ebi mbeti e shtangur, duart i dridheshin ndërsa shikonte ekranin. Ishte e pamundur. Numri i saj nuk duhej të ishte më aktiv. A ishte ky një shaka mizore? Apo diçka më shumë? Me duart që mezi i komandonte, ajo shtypi butonin për të parë më shumë. Mesazhi nuk ishte ndonjë detaj tjetër, ishte thjesht ajo fjali e vetme. Ajo vrapoi në dhomën e tezës së saj, me telefonin në dorë dhe frymëmarrje të rënduar. Teze Laura, thiri ajo, shiko këtë. Laura, e cila po lexonte një libër në divan, e mori telefonin dhe e pa mesazhin. Fytyra e saj tregonte një përzierje hutimi dhe shqetësimi. Ebi, ky numër nuk funksionon më. Kjo nuk është e mundur. Zemra e vogël e Ebit rrihte me shpejtësi. Atëherë kush e dërgoi? Mami është. Ajo nuk është më këtu. Laura mori frymë thellë dhe u ul pranë saj duke e shtrënguar në krah. Ndoshta është dikush që e kishte këtë numër më parë, ose ndoshta është një mënyrë që nëna jote po të tregon se është gjithmonë me ty. Ebi e shikoi përsëri mesazhin në ekran dhe ndjeu një ngrohtësi të lehtë në gjoksin e saj. Nuk kishte frikë. Në vend të kësaj, ndjeu diçka tjetër, një ndjenjë qetësie dhe sigurie. Pasi u qetësua në përqafimin e tezës së saj, Ebi u kthye në dhomë, por syt i qëndronin ngulur te telefoni. Mesazhi ishte ende aty, i fiksuar në ekranin e ndriçuar. Ajo e rilexoi 10 herë, duke përpjekur të gjente një shpjegim. Pas pak mendoi të përgjigjej. Me gishta që i dridheshin lehtë, ajo shkroi: Mami, a je vërtet ti? Priti. Zemra i rrihte aq shpejt sa që mund ta ndëgjonte në veshët e saj. Minutat kaluan, por asgjë nuk ndodhi. Asnjë përgjigje. Ebi u shtri në shtrat, duke e shtrënguar telefonin në dorë. Në një moment, lodhja e mundi dhe syt i u mbyllën, por në atë një tingull i lehtë e zgjoi. Ding. Zemra i u ndal për një çast. Drita e telefonit ndriçoi dhomën e errët. Ajo mori shpejt dhe pa ekranin një tjetër mesazh nga një njëjti numër. Mos u frikso, jam gjithmonë këtu për ty. Ebi u ngrit me një herë dhe ndezi llambën e vogël pranë shtratit. Fytyra e saj ishte e zbetë. Kjo nuk mund të ishte një rastësi. Ky person, kurdo qoftë, e dinte saktësisht çfarë të thoshte. Pa u menduar dy herë vrapoi sërish tek tezja. Laura ishte duke fjetur, por u zgjua. Ebi, çfarë ndodhi? Tha ajo me një zë të përgjumur. Ebi i tregoi mesazhin. Laura e shikoi me vëmendje dhe pastaj u ngrit nga shtrati. Kjo është shumë e çuditshme, tha ajo. Duhet të zbulojmë kush po i dërgon këto mesazhe. Ato të dyja u ulën në divan. Laura mori telefonin e saj dhe provoi të telefononte numrin. Priti disa sekonda, një tingull monoton u dëgjua nga ana tjetër. Ky numër nuk ekziston më. Ebi e njeh një therrje të ftohtë në gjoks. Po atëherë si po më dërgon mesazhe? Laura nuk dinte çfarë të thoshte. Ajo përqafoi fort mbesën e saj dhe tha: "Mbase ky është një mesazh që duhet ta kuptosh me zemër, jo me logjik." Në ditët që pasuan, Ebi nuk mori më asnjë mesazh. Telefoni qëndronte i heshtur, por ajo nuk ndjente më atë boshllëk të mëpashëm. Ishte si të kishte marrë një lëmë të mirë të fundit nga nëna e saj, një siguri se ajo nuk ishte vërtet vetëm. Një ditë, ndërsa po shfletonte bllokun e vizatimit, u vuri re një skic që nuk e kujtonte se i kishte bërë.
Ishte një dorë e butë që mbante një celular dhe në ekran shkruaj diçka me shkrim të vogël. Unë jam gjithmonë me ty. Ebi e përqafoi fletorën me duart e saj të vogla dhe buzëqeshi lehtë. Për herë të parë pas shumë kohësh, ajo ndjeu paqe. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Na shkruani mendimet tuaja në komente më poshtë dhe nëse ju pëlqeu përmbajtja jon, mos harroni të shtypni butonin pëlqej dhe të abonojeni në kanalin për më shumë. Faleminderit.